Në 8 nëntor të vitit 2024, Ministri i Kulturës në atë kohë Blendi Gonxha gjatë inspektimi në xhaminë e qytetit deklaroi se shumë shpejt do të nisin punimet për rikonstruksionin e godinës. Deklarata erdhi vetëm një muaj pas përmbytjeve të 4 tetorit, të cilat sollën edhe dëmtime në xhami. Duke parë gjithë historikun, duke parë gjithë dokumentacionin, duke kthyer gjithë arkivat, pastaj edhe në bashkëpunim me komunitetin natyrisht për gjithë memorien e tyre, edhe me ekspert partner në këtë rast një fondacionit mirënjohur Tika, që është një partner dhe donator shpesh në ndërhyrje që ne bëjmë në objekte kulturore të gjitha llojeve në Shqipëri, do të bëjmë alokimin e menjëhershëm të fondit në fillim të vitit. Projekti mundoi rreth një muaj e gjysmë. Do kemi alokimin e fondit tonë, ne punojmë si vjet me një buxhet i cili ka një zë të parashikuar për emergjencat, për sa i përket objekteve kulturore trashëgimisë, dhe do të alokojmë fondet menjëherë për të punuar, për të nisur punën, për ta kthyer këtë në një themi diamant siç i takon në mes të Vlorës për komunitetin, po edhe për gjithë turistët, edhe për gjithë besimtarët dhe jo besimtarët, edhe gjithë dashamirësit e kulturës, historisë, trashëgimisë për gjithë rajonin e Vlorës, po edhe më gjerë. Rekonstruksioni i xhamisë pritet të përfundonte brenda vitit 2025, ndërsa fondet do të akordoheshin në buxhetin e këtij viti. Projekti ishte parashikuar të përfundonte brenda një muaji dhe më pas të nisnin punimet për rekonstruksion. Por ndërsa jemi gati një vit e gjysmë më pas në xhaminë e qytetit, një objekt rreth 500 vjeçar, asgjë nuk ka ndryshuar. Një fakt i tillë ka prekur besimtarët e shumë, qytetarët e Vlorës, por dhe turistët, të cilët dëshirojnë ta vizitojnë, por dyert e saj qëndrojnë të mbyllura. Ndërkohë për Blu Televizion, veç qytetarët e Vlorës shprehen se godina duhet të ishte përfunduar sa më parë. Xhamia sipas tyre është një objekt kulti por dhe kulture, ndërsa besimtarët detyrohen të kryejnë ritet fetare në xhaminë tjetër pranë qendrës historike të qytetit. Sipas qytetarëve, institucionet duhet të marrin përgjegjësi dhe të ndryjnë sa më shpejt për rikonstruksionin e saj. Po këtë duhet të hapur, ka njerëz që vinë aty dhe nuk vjen hapur, nuk e di. Kush e ka atë? Ka që kur u përmbyt, sa do ta bëj? E di se këtu jemi, po. Nuk e di. Është normale që xhamia Jo, normale s'është. Do të hapur, po. Po thanë një do ta bëj turku, njëra i Sinan Idrizi, kush e, asnjë. Nuk e di. Vinë edhe Bajrami tani. Bajrami vinë turistat tuaj këtu, i kanë parë që vinë vërdalla këtu, s'është hapur. S'është normale. Xhamia duhet të ishte hapur, po nuk ka qeveri besoj. Po se është kot, qeveria një, e dyta e ka fajna i hoxha aty. Pse se lë derën haptaj? Po është e dëmtuar. Po mirë nuk e ha njeri ato. Ata vend falen aty ku shet në 100 lekë sa hedhi, ai e mbyll. Sikur da ham neve ato. Pse mbyllej? Derën. Jo, derën s'do ta mbyll derën. Jo. Po u përmbyt në E dim nëse këtu ishim atë. Po nuk është bërë akoma. More, nuk është bërë, po pse mbyll derën? Po, problem tjetër te ky. Mos e mbyll derën ti. Duhet të bëhet xhaxhi. Duhet të bëhet se s'bën qysh. Tu vjen disa tuaj vjen, ju e dini xham po. Flasim kot ne. Këtu vjen tuaj vjen atje mbyllur iki. Ja, te ke tjetër atje shkon. Ja të janë këm aty. Ai e ka mbyll derën, ai pse mbyll derën? Këtu ke kap matë nuk. Pse? Se më s'ba hoxha janë, pa fetar jo. S'ka problem, jemi qytetar vlonjat. Si e shikon si qytetar? Nuk di të flas për të, sepse gjë që nuk e frekuentoj dhe nuk mund të them as pse, as si, as ku. Pse e di unë se është mbytur në 2024, por që nuk është restauruar. Si qytetar, ka turista, ka besimtar që duhet vënë, ju si e shikoni? Jo, e mira nuk ka fund. Sikur të ishte restauruar, mirë do ishte, po përgjegjësi dhe detyre kujtosh për nuk mund të flas. Dakor, ne si qytetarë duhet të hapur. Unë jo për vete, se s'më intereson, por ata që më intereson duhet të hapur. Që frekuentojnë. Edhe për turistët që dhe vizitojnë. Absolutisht ashtu, ata që frekuentojnë kuptohet se çfarë janë, s'ka rëndësi. Ka rëndësi që e frekuenton si institucion. Po një vit ato po pres më valla, po ku, ç'os po bëhet? U përmbyt që 2024 po vajtëm s'po bëhet. Si e mendoni ju? Po mirë është të bëhet valla. Vemi në tune, pse do vemi atje sipër? Te ku veni ju? Te xhamia lart. Tani vjen Ramazani edhe është pak keq për vlonjatët që ti edhe besimtarët që ti mbyllur akoma. Po. Po ti mbyllur është akoma, nuk e dim çfarë do bëhet. Po, s'është e vërteta, kjo na ka shqetësuar shumë. Që një xhami në mes qytetit të jetë rri mbyllur, edhe vinë shumë njerëz se neve qëndrojmë gjithmonë këtu në këtë vend,
edhe pyesje ka nevojë për të falur ose për të bërë veprimet e tyre dhe këtu nuk punohet fare për të bërë një punë që xhamia të rregullohet deri ajere që u bë ajo përmbytja dhe deri më sot po vete një vit e gjysmë edhe nuk është vendor. Kjo do të thotë që është puna e dobët e bashkisë ose organeve kompetenca që punojnë për të. Prandaj unë nuk e shikoj të arsyeshme dhe duhet që ju si media duhet të punoni edhe ta vini në funksionim këtë punë. Xhamia e qytetit të Vlorës vijon të qëndrojë mbyllur. Rikonstruksioni sipas premtimeve të dhëna nuk nisi asnjëherë, ndërsa nuk ka asnjë afat apo informacion se nëse do të kryen apo se kur do të nis puna. Qytetarët dhe besimtarët presin ndërsa edhe me afrimin e sezonit, xhamia, një nga vendet më të vizituara nga turistët, do të vijojë të qëndrojë mbyllur.